Emri Belinda Ballukut u regjistrua si person nën hetim nga SPAK, reagon Prokuroria e Posaçme. Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar reagoi në lidhje me lajmin se emri Belinda Ballukut është regjistruar si person nën hetim. Mësohet se Prokuroria e Posaçme nuk ka asgjë për të ndarë me median. Prokuroria e Posaçme regjistron emrin e zëvendës kryeministres Belinda Ballukut si person nën hetim për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera numri 2 i qeverisë Rama 4 sipas burimeve shtirur të paraqitet në SPAK të hënën mbi bazën e një shkrese që mban firmën e prokurorit posaçëm Dritan Prenxhi. Burimet besuara bëjnë me dije se fletëthirrja i është dorëzuar zonjës Balluku në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë. Në fletëthirrje zonjës Balluku i bëhet me dije se në momentin e paraqitjes në prokurorinë e posaçme duhet të jetë e shoqëruar nga një avokat, shka në raste të tilla lajmëron se mund t'i komunikohet akuzë penale. Kjo nënkupton ndërkohë që megjas SPAK do ta ushtrojë ndjekjen penale ndaj numrit 2 të mazhorancës. Pa mas sigurie në këtë mënyrë prokurorët e posaçëm shmangin edhe kërkesën për autorizim në Kuvendin e Shqipërisë. SPAK është i rezervuar për të dhënë detaje lidhur me çështjen që po heton zëvendës kryeministre Balluku pasi ndaj saj ka një sër kallëzimesh penale përfshirë edhe ato të tunelit të Llogarast ku vlera e tenderit që u fitua nga një kompani turke u rrit me mbi 50 milion euro. Nuk dihet nëse zonja Balluku do t'i përgjigjet fletëthirrjes së SPAK dhe në këtë pozitë të re. Përballë drejtësisë do të vijoj apo jo të qëndroj në postet qeveritare apo të zgjedhë të largohet me dorëheqje ta zhvilloj betejën e saj pa mburojën e Partisë Socialiste. Belinda Balluku e ushtron detyrën e zëvendës kryeministres që prej korriku 2022, ndërsa atë të ministres së infrastrukturës dhe energjisë që prej janarit të vitit 2019. Balluku ishte drejtuese politike qarkut fier ku në zgjedhjet e 11 majit fitoi 12 mandate.